negociatave dhe thelbi gjitha çështjeve është nafta dhe vetëm nafta. Qartë. Kishte diçka për të shtuar Zoti Basha? Jo, kisha këtu që nuk mundet që të ndrojë pushtetin në këtë lloj mënyre dhe në këtë lloj forme, sepse do kishin probleme të tjera pastaj edhe me vende të tjera, sepse unë mendoj që kjo nuk është fundi, ky nuk është vendi i fundit, se i nderuari tha që nuk vjen e gjithë droga nga Venezuela. Pra nuk vjen e gjitha, po një sasi e konsiderueshme vjen nga Venezuela dhe nga disa vende të tjera në Amerikën Latine. Mendoj që janë edhe 2 apo 3 vende të tjera të cilat do kenë të njëjtin fat nëse nuk ndryshojnë mënyrën e qeverisjes dhe luftën ndaj krimit të organizuar në ato vende. A është apo s'është nafta pika a thembra e akilit në këtë sulm? Unë mendoj që nuk është nafta, sepse ne nuk i dim mirë politikat e brendshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës, nuk i dim mirë problematikat e tyre dhe nuk mund të mendojmë që i vetmi objektiv i Shtetit Bashkuar të Amerikës kur hap një konflikt në një vend është vetëm përfitimi ekonomik, por është edhe mirëqenia e brendshme, është edhe siguria e brendshme, është edhe ruajtja e ekuilibrit, sepse ne kemi ndërtuar emisionet këtu në këtë televizion dhe kemi folur për problematika që ka rinia sot, jo vetëm në Shqipëri, jo vetëm në Europë, por sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çështja e lëndëve narkotike, e krimit të organizuar dhe e bandave është kthyer në një shqetësim shumë serioz dhe ndoshta për 10-15 vitet e ardhshme Amerika do ishte e gjunjëzuar përballë këtij fenomeni. Prandaj them që Trump po merr një luftë dhe e ka një luftë. Kur themi Amerika e gjunjëzuar, ne jemi shtrirë barka si pjesë. Jo, nuk e ke këtë. Shiko, e ke këtë manin për ta paralizuar çdo gjë me Shqipërinë, po Shqipëria është kaq e vogël për të bërë paralizma kaq të mëdha dhe ne nuk e kemi këtë lloj situate. Ne flasim për krim të organizuar, por ne po ta analizojmë në thellësi në gjithë krimi, gjithë bandat dhe ato mafia e madhe që flasin institucionet. Po të shikosh edhe ato që është parë nga Sky e CC-ja, gjithë to veprojnë në Europë. Nuk është se po kryet në një aktivitet i madh kriminal në Shqipëri, lënda narkotike vjen nga Venezuela. Po pastrohen. Portet mirë. Po pastrohen se vetë thatë që është një vend i vogël edhe 2 milion banor. I bjen mjes drektar drogë. Ashtu normal atje. Jo, edhe në përveç kësaj. Apo nuk bim dakord. Jo, unë bjem dakord për një gjë që besoj që bini ju në dakord. Të gjithë to banda që ne flasim po operojnë në portet e Spanjës, në Durrës nuk është kapur asnjë gram. Shiko, unë nuk di ta them që është kapur 1,5 metër u kapën 3 milion euro. Mira, ne po flasim për... Ose bëjmë kaq roz situatën këtu. Sigurisht ne po flasim për një çështje tjetër. Edhe kaq tashpër, edhe të paralizojmë situatën në Venezuelë tjetër dhe flasim për... Jam plotësisht dakord. Krimin organizuar që është në Amerikën e Jugut, i cili i ka hapur problem jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe Europës, edhe vendet të tjera të globit. Ta paralizojmë tani me... Ke zyrat e dejas këtu në Shqipëri? Po zyrat e dejas janë gjithë botën, janë gjithë botën. Jo, nuk është e vërtetë. Madje vonë kanë ardhur, ka qenë Greqi më parë. Vëmendje të shtuar në Shqipëri për shkak drogës. Ti përmend portin e Spanjës edhe të Rotterdamit, nuk përmend portin e Durrësit. Fakti që nuk kapet drogë në portin e Durrësit, domethënë nuk do të thotë që nuk ka drogë. Po këta e lejnë vetë për mos me u kap. Se duhet jemi realist. Se ç'a kuptimi kanë të gjithë këto banda që kemi në Shqipëri, këtu në dalemi te konteksti komunitar, portin e Durrësit dhe narkotika, prandaj do të parë pak më holl. Ku konsumohet narkotika që vjen nga Peruja, Panamaja, Kolumbia, Meksika, Venezuela? Edhe këtu konsumohet, se nuk ka rrugë konsumohet në Shqipëri fare. Shqipëria është një treg mjaft i vogël për të folur që gjithë Jo, po sa pin çaj limoni edhe këtu ata pinë ngarkesat është hanë pa porta dhe një derë dosa. Ngarkesa që nisen nga Venezuela, po flasin për 10 ton kokainë që nisen në një rrugë. 10 ton kokainë nuk shkarkohen Durrës se do dilte thasi te ure Tajlanit. Pse? Po pra, të flasim atë që janë kap më shumë ke drogë se sa banane në Shqipëri apo ja. Këtu jeton ti ku jeton. E gjitha kjo sasi. Ore, më shumë ke drogë se sa banane në Shqipëri. Dhe prandaj është kjo luftë. Ore, a është drogë në Shqipëri apo?
me vendet Hyn Amerikës së drogë në Jugut. Shqipëri apo jo? Tani nuk mund të them unë nuk hyj ke nuk e di. jam antidroga. Nuk e di për rregull, dakor, ta kuptoj. Unë jam antidroga. Po mirë më për rregull. Unë nuk mund të them që këtu është sterilizuar gjithçka. Dakor. Është sterilizuar gjithçka, po nuk mund të themi Unë them që e ke idean konkret këtu. Interesi amerikan për drogën në Shqipëri është i niveleve më të larta se të gjithë Ballkanin. Ka burime njerëzore. Ke numër telefoni Deas këtu, që duhet i marrësh telefon sepse nuk kanë besim të shtetit shqiptar. E kupton pra? E kam thënë domun këtë. Pra po kjo pra, po ka burime. Do ta thuash prapë se ti e ke thonë përpara se të thumë. Jo më them prapa, ka burime njerëzore të cilat kanë origjinën nga Shqipëria, por që po bëjnë një rol të rëndësishëm në bashkëpunim me organizata të tjera, qoftë në Europë, qoftë në Amerikën e Jugut. Kështu që nuk është vetëm Shqipëria, se po të themi se kanë bërë Shqipëria 5 kriminala. Po pra, po ke pa në emision në Itali, Italia ka shpik mafian globale. Në Itali është shpik mafia. Po ke pa në emision ti Ramo Duro